Ja ku po takohemi sërish edhe sonte të dashur miqtë e mi për të ndarë me ju lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth personazhit tuaj më të dashur. Do të ndaloj të flas pak për Gjestin, edhe pse është një periudhë shumë e gjatë që Gjesti nuk është aktiv as pak as në rrjetet e tij sociale, por as edhe në artin që e dashuronte, e donte aq shumë, e admironte me zemër nga rasti dhe fati që i ndodhi në jetën e tij. Por ato të cilët nuk heqin dorë në asnjë mënyrë dhe që dëshirojnë me patjetër që ta mbështesin dhe dëshirojnë që me patjetër ta shohin Gjestin në piedestalet më të larta, në sukseset më të larta, në gëzimin e tij më të madh shpirtëror, janë fansat e tij, janë ndjekësit e tij, janë njerëzit që përkushtojnë energjinë e tyre pafund vetëm për ta parë Gjestin të lumtur. Në dy faqet e hapura në Instagram, Gjesti Channel dhe Gjesti Community, po shkruhet që të votohet në playlistat e Top Albania Radio, do me thënë në playlistat ku janë të vendosura këngët e Gjestit. Shkrimi ka ardhur nga Gjesti në faqen Gjesti Community që ndiqet nga 4600 djegës, ku shkruhet: Zemra votojmë, veshu e ndrequ dhe princeshën të rënditura në vendin e 5 dhe në vendin e 6, që të kryesojnë përsëri listën. Faleminderit shumë. Do me thënë, fansat kërkojnë që të votohet sa më shumë për këngët e Gjestit në top listën të Top Albania Radio, pasi që Gjesti ishte në vendin e 10 edhe të 9 e quan në vendin e 5 edhe të 6, do me thënë bëhet fjalë për këngën Veshu e ndrequ, e cila po arrin afro 20 milion klikime, dhe kënga Princesh. Ku më pas, do me thënë, në faqen tjetër që është Gjesti Channel, është bërë edhe albumi i Gjestit i parë, do me thënë lutet për votime njëkohësisht, por edhe albumi më i bukur në botë. Vazhdojmë edhe dëgjojmë këngët tek albumi Prime në YouTube. Do me thënë, po të futemi në YouTube, është hapur një album apo një playlist që quhet album me të gjitha këngët e Gjestit. Janë automatikisht 12 këngë të Gjestit, që janë këngët Pandemia, Ani, O Zot, Amenove, Vera, Kumete, Katile, Ignorante, Uhalite, Prap Thiri, Gjesti dhe Alo. Do të thënë janë këto 12 këngë të përzgjedhura në këtë Prime, në këtë playlist, në këtë album që publiku mund t'i dëgjoj në mënyrë kur udhtojnë etj, mund t'i lëshojnë në YouTube. Andaj le të futemi në YouTube të gjithë edhe t'i klikojmë këto këngët, por ka edhe momente që fansat i kujtojnë momentet e bukura kur Gjesti ka qenë në shtëpinë e Big Brotherit, ku ka ardhur një video që Gjesti ka qenë i veshur me peshkirin pink dhe duke bërë atmosferë humoristike, ku shkruajnë: ku mos ta duam këtë njeri me full energji, na ka lënë deri në orët e para të mëngjesit, duke e shikuar e duke i mbajtur brinjët duke qeshur. Edhe pse Gjesti fatkeqësisht nuk është aktiv dhe është më se normale të mos jetë aktiv, sepse është një dhimbje e pashërueshme, por me kohën edhe rikuperohet, dhe unë shpresoj që Gjesti të rikuperon veten dhe të rimerr veten përsëri për të ardhur sa më shpejt tek fansat e tij, për t'i dhuruar fansave dashuri dhe për ta bërë Eldionit të ndjetë i lumtur, se unë jam shumë i bindur që Eldioni në asnjë mënyrë nuk ka patur qejf që Gjestin ta shikon të thyer. Dhe fansat janë ato të cilët me intensitetin shumë të lartë mbajnë duart shtrënguar për t'i qëndruar Gjestit afër. Andaj le të votojmë të gjithë, klikoni të gjitha këngët në YouTube që Gjesti në një farë mënyre të vazhdon të jetë i shpërblyer nga ju dhe të jemi sa më pranë tij.